Ky kopsht të fëmijësh ndodhet në fshatin Guangzhong, në provincën Yunnan të Kinës Jugperëndimore. Ai është një model i edukimit të fëmijërisë së hershme në zonat rurale të Yunnanit, është objekt i një seriali dokumentar mbi zonat rurale kineze dhe shërben si baza e praktikës shoqërore për shumë universitar. Mora vesh se pasi qëndrojnë këtu, fëmijët nuk duan të largohen më, po ashtu edhe të rriturit. Cila është forca tërheqëse e këtij kopshti? Mjedisi i mirë natyror, filozofia e përballuar arsimore, burimet e veçanta arsimore. Në mars të këtij viti, teksa bëra intervista këtu, mbeta e surprizuar nga mësuesit dhe fëmijët e kopshtit ndaj përgjigjet i gjeta tek ata. Këtë pranverë, 10 fëmijë të rinj filluan kopshtin. Në mënyrë të pashmangshme, ata ishin të shqetësuar për ndaljen nga familja. Kur ndonjë fëmijë qam vazhdimisht, ne mësuesit e mbajnë në krah, sepse ata kanë nevojë për kontakt me trupin e mësuesve. Ai do të ndihet plotësisht i sigurt. Ma Xiaoling është drejtuesja e këtij kopshti fëmijësh. 10 vite më parë, pas diplomimit në degën e edukimit të fëmijëve në universitet, ajo u rikthye në vendrindje dhe themeloi këtë kopsht së bashku me familjen e saj. Në fakt, mendimi fillestar ishte vetëm për t'i dhënë zgjidhje mungesës së një kopshti fëmijësh në fshatin tonë. Ashtu si në shumë fshatra kinez, shumica e të rinjve në fshatin Guangzhong janë larguar për të punuar, ndërsa fëmijët e tyre i lënë në vendrindje në përkujdesjen e të moshuarve, për të cilët ishte vështirë t'i çonin dhe t'i marrin fëmijët nga kopshti në qytet që gjendej larg. Kopshti i fëmijëve i familjes së Ma Xiaoling ka krijuar shumë lehtësira për fëmijët në fshatin Guangzhong. Kam 4 nipa dhe mbesa në këtë kopsht fëmijësh. Ishin ndër fëmijët e parë këtu. Pra në vitin 2015, solla nipin këtu kur ishte 3 vjeç e gjysmë. Mësua shpejt me ushqimet dhe jetën në kopsht. U kënaq shumë kur ishte bebe. Kemi besim të plotë te kopshti. Sipas jush, çfarë ndryshimesh kanë ndodhur në këtë kopsht? Shumë ndryshime. Në fillim nuk ishte aq e bukur sa tani. Pamja e veçantë ndryshon në këtë shkollë veçanërisht gjatë pushimeve. Nga këndvështrimi i mjedisit, ndryshimet kanë ndodhur ngadalë. Shumë gjëra kanë kaluar një proces të përsosjes nga zero. Kemi bërë shumë kualifikime. U mësova konceptin e arsimit natyror. Zbulova se arsimimi i fëmijëve në fakt nuk është aq i thjesht sa mendohet fillimisht. Në këtë kopsht ka aktualisht gjithsej 68 fëmijë. Habitem sepse duke përfshirë edhe Ma Xiaoling, janë vetëm 4 mësuese që kujdesen për të gjithë fëmijët. Në një kopsht në qytet, për një klas me 20 fëmijë, zakonisht ka 3 mësues. Si arrin t'i drejtoj aq shumë më fëmijë, 4 mësuese? Tradicionalisht, mësuesi është drejtori i klasës dhe fëmijët dëgjojnë mësuesin, ndërsa tani është shoqërues dhe pjesëmarrës. Kemi marrëdhënie më të barabarta. Projektojmë aktivitete përkatëse sipas interesave të fëmijëve. Gjatë ndërveprimit me fëmijë, edhe punat e mësuesve bëhet më e lehtë. Cilat aktivitete u pëlqejnë fëmijëve? Ato në mjedis të hapur. Çojmë fëmijën në natyrë, si për shembull në male, buzëllumit ose në fusha. Ndërthurin konceptin e mbrojtjes natyrës me këto aktivitete. Për shembull, gjatë vëzhgimit të lulleve ose ndonjë kafshe
apo pime, fëmijët kanë mundësi të zbulojnë bukuritë e tyre me ngjyra të bukura ose me peta në forma të çuditshme e të tjera. Pastaj fëmijët shprehin vlerësimet për këto bukuri. Ata do të ndjejnë në lidhje mes tyre dhe pimëve dhe do t'i ndërgjegjësohen për t'i mbrojtur me iniciativa. Kjo ndërgjegjshmëri për mbrojtjen e natyrës realizohet gjatë praktikës në natyrë. 保护自然的一种意识，对，我觉得这种是他也是通过他的那个实践，然后去体验去得来的。自然教育它 Arsimi natyror niset nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit. Gjatë praktikës son zblova një tjetër aspekt të rëndësishëm që do thotë respektimi i zhvillimit të natyrshëm të fëmijëve, një gjendje e rritjes natyrshme. Zblova se thelbi i arsimimi është kultivimi i një njeriu të shëndetshëm nga ana fizike, por gjithashtu edhe shpirtërore, një njeri i plotë. S'ka nevojë të komentojmë për suksesin e tij, për arritjet e tij. Mendoj se si një njeri në radhë të parë duhet ta shikojë vërtet vetëm dhe pastaj do të gjejë ndjenjat e lumturisë. Mendoj se kjo është e suksesshme. 那你觉得gjatë këtyre 10 viteve a mendon që ke realizuar këtë dëshirë? 现在回看 Duke i hedhur një vështrim 10 vjet të kaluar, ndonjëherë ndjehem shumë e lodhur. Mendoj se jam përpjekur 100%, por nuk kam marrë shpërblymin e duhur, sepse kemi investuar shumë, por ndonjëherë prap nuk kemi marrë vlerësim nga prindërit ose të tjerët. Kjo është ajo që më bën të ndjen e të shtuar e madje pak e penduar. Por kjo gjendje shpirtërore nuk do të zgjasë shumë. Shpesh herë ndjej se fëmijët më shërojnë. Kur isha pa qejf ose në gjendje jo të mirë, fëmijët më përqafonin vetë dhe më pyesnin si jeni. Pikërisht atëherë mendoj se mendimi më është shpërblyer. Në kopsht, Ma Xiaoling u shërua nga fëmijët, ndërkohë edhe fëmijët të cilët janë larg prindërve të tyre, gjithashtu gëzojnë një fëmijëri të lumtur. Mendoj se kjo është edhe ndjenja e të gjithë atyre që vinë këtu. Ditën e parë të intervistës sime në kopsht, fëmijët përgatitën për mua dhe kameramen një ceremoni mirëseardhje plotë surpriza. Nuk dija si t'i falenderoja, ndaj përqafova çdo fëmijë të pranishëm. Këtë mënyrë të shprehjes së dashurisë e mësova nga mësuesit këtu. Fëmijët më thanë, ky kopsht është shtëpia jote e përjetshme. Mendoj se ky kopsht është në radhë të parë shtëpia e përjetshme e secilit prej tyre. Duke folur për fëmijët e diplomuar, ndonjë ditë nuk ishte këtu e gjithë familja. Kur u kthyen në mbrëmje, zblova se në dorezën e tyrve ishin vendosur disa qefe të lëna nga fëmijët e diplomuar. Ata nuk kishin me veten letër dhe laps, ndaj shkruajtën në gjethe. Mësuese Xiaoling, na ka marrë malli për ty. Atë qast u preka shumë. 我咪，哎呀，你的好呢？ Në këtë vend, Ma Xiaoling dhe familja e saj I japin çdo fëmijë dashurinë më të sinqertë dhe përqafimin më të butë. Pavarësisht se ku do të shkojnë ata në të ardhmen, besoj se ky kopsht do të jetë kujtimi më I ngrohtë I fëmijërisë së tyre, për familjen, për anëtarët e familjes dhe për vendlindjen.
Kjo është toka që na lindi dhe na rriti. Falë kësaj toke, do kemi një rrugë zhvillimi në të ardhmen. Duhet të përgatisin të rinje që janë në gjendje të dalin jashtë dhe të kanë dëshirë të kthehen. Një fshat i tillë do të ketë shpresë.